Fshati Pojske afër Zenicës në Bosnjë dhe Hercegovinë është shtëpia e një prej xhamive më të vogla të vendit dhe ndoshta edhe të botës, me një sipërfaqe prej vetëm 16 metrash katror dhe që akomodon një maksimum prej 10 besimtarësh. E ndërtuar në vitin 2023 për të ofruar një vend adhurimi për udhëtarët që kalojnë andej, xhamia bie në sy me përmasat e saj të vogla. E vendosur në brigjet e lumit Poçanska, xhamia tërheq vizitor jo vetëm për përmasat e saj të vogla, por edhe për bukurinë natyrore që e rrethon. Xhamia ku njerëzit ndalen për të lutur dhe që mund të akomodojë një maksimum prej 10 personash, është një nga xhamit më të vogla në Bosnjë dhe Hercegovinë, e ndoshta edhe në mbar botën. Xhamia është gjithashtu një atraksion turistik për shkak të madhësisë së saj. Mirzet Skoplak, një besimtar në xhami për Anadolu, tha: "Xhamia ka përmasa saktësisht 4 metra me 4 metra. Qëllimi kryesor i ndërtimit të xhamisë në këto përmasa është që kalimtarët të mund të adhurojnë." Skoplak deklaroi se njerëzit janë njerëz zakonisht të kënaqur që kanë një xhami në një vend të tillë dhe se xhamia është bërë gjithnjë më popullore me kalimin e kohës për shkak të formës së saj dhe madhësisë tepër të vogël, duhet thënë. Ai theksoi se shumë njerëz nga e gjithë Bosnja dhe Hercegovina e vizitojnë këtë xhami, me mira që kanë ardhur që nga koha e ndërtimit të saj. Skoplak përmendi gjithashtu se njerëz nga jashtë Bosnjës dhe Hercegovinës, përfshirë Turqinë, Gjermaninë, Francën, madje edhe SBA-n, vinë për të parë xhamin, duke shtuar se ajo është bërë një atraksion i rëndësishëm turistik në rajon, përveç se edhe një vend adhurimi.